U bë përërimi i rrugëve Papa Klementi dhe Ibrahim Femiu në komunën e Gjakovës. 50.000 euro është vlera e rrugës Papa Klementi, e cila ka gjatësi prej 234 metra. Ndërsa 65.000 euro ka kushtuar projekti i rrugës Ibrahim Femiu, gjatësia së cilës është 550 metra. Realizimi i të gjitha këtyre projekteve u bë fal bashkëpunimit të komunës, banorëve të saj dhe kompanive punuese, u shpreh kryetaria e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila. Mi siguru që tërë infrastruktura komplet të përmbyllet, gjithsesi në rrugën Papa Klementi dhe Ibrahim Femiu, mos kemi më probleme infrastrukturore që lidhen me investimet në rrugë. Konsiderojmë që kjo do të ndikojë pozitivisht në lehtësimin e trafikut për rrugën kryesore, gjithsesi për hyrjen në qytet, për gjithë ata të cilët kanë drejtime ose orientime në pjesë tjera të qytetit munden që të lëvizin edhe në ato rrugë. Tash është e parapame, domethënë që komplet infrastruktura në këtë pjesë qytetit përfundohet në vitin 2016. Banorët e këtyre lagjeve u shprehen të kënaqur dhe mirëpritën përërimin e këtyre rrugëve. Ata thanë se kjo ka qenë një premtim që kryetaria bëri në kohën e zgjedhjeve dhe që arriti ta realizojë. Ne ka pësojnë neve madhën këtu, po ata që vinë për nevosjellet ne që kalojnë. Autobuset ne që kamionat, pluni bërdogi, uji, kanalizimet, ne kanë mytë. Besojmë që edhe në të ardhmen nuk do të njalet, do ta vërtetën qështu, ne do ta përkrojmë sa ke mundësi. Ne sot si lagje jemi shumë të zushëm që në erdhë momenti që ta shijojmë këtë rrugë cilët kemi qenë një gjendje shumë katastrofike. E falenderojmë Kuvendin e Komunës, kryetarin dhe gjithë stafën e saj, të cilët kanë ndihmuar për rregullimin e kësaj rruge. Në komunën e Gjakovës po bëhen punime të shumta, të cilat kanë për qëllim lëvizjen më të lehtë dhe të shpejtë të trafikut. Presim që qytetarët e Gjakovës të bashkëpunojnë dhe të bëjmë të mundur një zhvillim të infrastrukturës në vendin tonë, shtoi Kusari Lila.